الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. E falenderojmë Allahun subhanahu wa taala për mirësitë e panumërta me të cilat na ka beqatuar edhe ka zgjuar jetën tonë. E falenderojmë Allahun azza wa jalla që na bani prej muslimanëve dhe prej pasuesve të Hazreti pejgamberit tonë alayhi salatu wassalam, i cili u dërgua mëshirë për të gjitha krijesat. Edhe dhënë Allahu azza wa jalla që me mirësitë dhe betimet e tij ta shijojmë këtë stin të re të përkujtimit të linjës së pejgamberit alayhi salatu wassalam në xhamin tonë të re, të cilën e përuruam si sot një javë. Në ditën e parë të këtij muaji të pranverës së parë, me një Rabiul Awwal, edhe ditët kaluan dhe ku jemi sërish në xhamin tonë në këtë xumë të dytë. Tashmë jemi edhe 4-5 ditë në prag të përkujtimit të linjës së pejgamberit alayhi salatu wassalam. Edhe natyrshëm që sa herë që vjen festina e muajit Rabiul Awwal, të gjithë ne përmallohemi edhe më tepër për pejgamberin alayhi salatu wassalam. Edhe kemi përkohshëm ja kujtuar njëri tjetrit këtë mirësi të madhe. Edhe gjithandaj në marrë botën islame gëlojmë e xhamit nga tubimet e Mevludi Sharifit, e mezhlisit të dijes, e gëzimi i besimtarëve, e si harixhi, e myshdhe e tyne, e hareja, dhe edhe jashtë xhamive. Rrugët zbukurohen, lagjet zbukurohen, xhamit ndryshohen, dritat nezen, çdo gjë ka dritë. Për t'i kujtuar njëri tjetrit ardhmën e pejgamberit alayhi salatu wassalam në dritë, që largoi errësina të pashembullta, me të cilët ishte pllaku gadishulli arabik e marrë njerëzimin. Allahu subhanahu wa taala në Kur'anin famullar në disa vende na tërheq vëmendjen drejt mirësisë edhe bekimeve të dërgesës së Hazreti pejgamberit alayhi salatu wassalam. Në surën e Tobe, në fundin e surës Tobe, në ajetin 128, kur do të thotë: Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Dhe në fund të ajeteve që lidhen me mirësinë e madhe të Allahut azza wa jalla, që është dërgesa e Hazreti pejgamberit alayhi salatu wassalam, për të cilin thotë: Laqad ja'akum rasulun, ju erdhi një i dërguar, min anfusikum, nga lloji juaj, si soi juaj, njeri si kurse ju. Kul innama ana basharun mithlukum, thuaj, unë jam njeri si kurse ju. Azizun alayhi ma anittum, pejgamberi alayhi salatu wassalam i vjen keq dhe i vjen ran për vujtjet tuaja, për mushtimin tuaj. Harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Ai është lakmues i rrugës së drejtë, pra don që të gjithë ju të jeni të udhëzuar. Sikur se thotë një prej haditheve të tij, që shembulli im dhe shembulli juaj është si një burr i cili ka ndjesë në zjarr, në shkërtim. Edhe rreth atij zjarri vijnë flutura, karkaleca, e kamra të ndryshme, që mësojnë dritën. I keni pa ndonjëherë në shtëpi kur vjen në një flutur apo kësynën dritën. Këtë llampadarin e nesër, ato dritët e nesërme, atje shkon. Dhe pejgamberi thotë, dhe ai mundohet t'i largojë. Ai burri mundohet me i largu. Thotë unë përpiqem dhe mundohem me ju largu nga zjarri, jo për disa rrshase. Edhe zgjedh një rrugë të gabuar me Zotin atë. Dhe ardha e pejgamberit alayhi salatu wassalam është mirësi shumë e madhe për besimtarët dhe për njerëzit. Sepse pejgamberi në krye të herës don që të gjithë të jenë të shpëtuar. Në një prej rasteve teksa kalonte një xhenaze. Kjo ishte xhenaze e një jehudiu. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam u mërzit për atë. Apo xhenaze e një idhujtari. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam u mërzit për atë. Sa një person i cili e humbën
e humbën, dhe të thënë nuk e përshafoj dritën e udhëzimit. Dhe fullni të tjetë si po është. Për pejgamberi alayhi salatu wasalam, sikur se thotë Allah subhanahu wa taala në Kur'anin famullar, është lakmues i rrugës së drejtë për gjithë secilin prej nesh. Është i nishëm, pra ka dëmshuri dhe njëkohësisht i mëshirshëm për besimtarët. Të dashur të shtrajt, ajeti kuranor që kemi përpara dorëve është një shumësi mësimesh edhe udhëzimesh për gjithë secilin prej nesh. Për të ditë Allahut azza wa jalla mirësinë e madhe të lidhjes sonë me pejgamberin alayhi salatu wasalam. Kam shpjeguar në disa prej tefsirave për në mbledhje argumente që shpjegojnë këtë ajet të shkurtër. Është më pak se një rreth të gjysmë. Edhe kam menduar subhanallahu gjithkohën. Ky ajet i mëndueshëm, që është ajet i shpresës, e i bekimeve hyjnore, e i mirësisë së Allahut azza wa jalla për gjithë secilin për ne. Ky ajet kuranor që na afron me e ditë dhe me e kuptu pozitën e lartë të pejgamberit alayhi salatu wasalam, vjen në surën At-Tawbah. Subhanallah. E vetëm në surën e Kur'anit famullar që fillon pa Bismillahirrahmanirrahim. Sura Bara'at min Allah. Sura e ndëshkimit ndaj idhujtarëve, munafikëve. Mirë po që mbyllet me lajmin e madh të përbotshëm të ardhjes së pejgamberit alayhi salatu wasalam. Laqad ja'akum. Edhe mund të thoshte laqad arsala Allahu ilaykum rasulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam është dërguar nga Allahu azza wa jalla. Laqad ja'akum. Ju ka ardhur një sure e vetëm një sure që fillon pa Bismillahirrahmanirrahim, por që mbyllet me bil mu'minina raufun rahim. Allah subhanahu wa ta'ala don që në këtë sure që nuk ka Bismillahirrahmanirrahim, asnjëri prej nesh mos me e humb shpresën në mëshirën e Allahut azza wa jalla. Edhe në dëmshurinë e tij kashinesh, të cilën e ka dëshmuar më së miri edhe me ardhin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, Rauf edhe Rahim. I ndjeshëm, ka dëmshuri edhe mëshirë për besimtarët. E që do të thotë se kretë kjo fejtë e mëndueshme e Islamit. Dhe kretë mësimet e Allahut azza wa jalla, mësimet e pejgamberit tonë alayhi salatu wasalam, Kur'ani famullar, hadithet e pejgamberit alayhi salatu wasalam, krejt ato janë mëshirë edhe dëmshuri për raste njerëzore. Edhe shohim disa detaje që gjithsesi nuk i sosim sot në këtë mezhlis mubarak edhe në prani të vëllaut tim të dashur edhe Muftiut Sulejmani, i cili na ka urdhëruar dhe na ka zbukuruar mezhlisin e kësaj dite edhe xhamin tonë të re të Dobhanës. Lexojmë tefsirin e Imam Alusit, i cili ka ndërruar në vitin 1270 të Hijretit. Është i afërt në kohën tonë, Ustaz Alusi. Në tefsirin e këtij ajeti kuranor ka një citim të Imam Jafar as-Sadiq, prej ehli bejtit të pejgamberit tonë alayhi salatu wasalam, alayhi wa ala ehli bejt Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam as-salatu wassalam. Do thotë kështu. Ka thënë Imam Jafar as-Sadiq, Allahu i madhëruar e ka ditur pa aftësinë e krijesave të tij për ta adhuruar atë siç duhet. Prandaj u bëri të ditur këtë fakt. Vendosi mes tij dhe mes tyre një krijesë nga lloji i tyre në pamje njerëzore dhe tha: "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum." Ju erdhi një i dërguar nga lloji juaj. Se vjen ky i dërguar? Vjen për më ju tregu se si me vepru, si me jetu, si me adhuru Allahun azza wa jalla, sepse ju nuk e dini. Ose ju mund të jeni të luhatshëm, edhe keni nevojë patjetër për një shembull se si me u falë, si me u lut, si me adhuru, si me keni sjellshëm, si me keni durueshëm, si me keni i përmajtur, si me keni larg pamës, si me keni këshillues, si me u sjell në familje, si me u sjell në tregti, si me u sjell në çdo lëvizje të jetës. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, thot Allah subhanahu wa taala në Kur'an famullar. Pra ju keni shembull të madh për kryer
pejgamberin alayhi salatu wasalam. Sa laqad ja'akum rasulun min anfusikum, ka thënë ju erdhi një i dërguar nga lloji juaj. Këtë të dërguar Allahu subhanahu wa ta'ala e veshi nga cilësitë e tij me dy prej emrave të mëndshëm, Ar-Rauf edhe Ar-Rahim. Allahu azza wa jall e veshi pejgamberin alayhi salatu wasalam me këto dy cilësi prej cilësive të tij. Ar-Rafa war-Rahma. Pra dëmshuria e dëmshira dhe e nxori në mesin e krejt kreatyrave sefiran sadiqan, si një ambasador dhe përfaqësues i Allahut të madhruar, mirë po një ambasador i veshur me petkun e sinqeritetit edhe vërtetësisë. Askush, asnjëherë, as armisht ma të egër nuk e kanë fshapë pejgamberin alayhi salatu wasalam në moralin e tij. Askush nuk e ka vu në dyshim ndonjëherë sinqeritetin dhe vërtetësinë e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Derë kundërshtarët e tij më të mëdhenj, kur shkonin tek aleatët e tyre, dhe ata i pyesnin se çfarë është ky njeri, pse angoheni për të, çka ka bërë, si është meselia e tij. Ata thonin vërtetën. Njeri si është, njeri i moralshëm, burr. Pa Allah subhanahu wa ta'ala që e dërgoi pejgamberin tonë alayhi salatu wasalam për të gjitha krijesat, e bani atë të dashtun dhe e veshi me petkun e vërtetësisë, edhe me petkun e moralit, që edhe armisht të tij matë përbetuar, mos e mujtë me thanë që ky është kështu ose ashtu, absolutisht, asnjë. Po kanë thënë për zotin e tij, çfarë nuk kanë thënë, edhe nuk kanë dëshirë me i përmendet, edhe me e prish bukurinë dhe ruhaniyetin e këtij mezhlisi me citimet e tyre. I ka përmendur Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'anin famlar, shumica i dinë. Çfarë nuk kanë thënë për zotin e tij? Mirë po, këto dy cilësi nuk janë asnjëherë në dyshim. Dhe thot e bëri bindjen ndaj tij subhanahu wa ta'ala. Ai që i bindet pejgamberit është bindur Allahut. Pra ne thotë Kur'ani famlar, men yuti'i ar-rasula faqad ata'a Allah. Ai që i bindet pejgamberit është bindur Allahut. A mundet pejgamberi të sjellë diçka për cilën nuk është Allah subhanahu wa ta'ala razi për të? Hasha. Asnjëherë. Kurse si, në shërimet e Imam Kurtubiut, e gjejnë se nëpërmjet këtij ajeti kuranor, Allah subhanahu wa ta'ala i drejtohet në krye të herës, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, kujt ju erdhi një dërguar nga ju, kujt arabëve. I drejtohet arabëve, sikur se thonë xhumhurët e mufesirëve të Kuranit. Pra pjesa dërmuese e mufesirëve të Kuranit tonë i drejtohet arabëve. Dhe është një moment ku nderohen dhe lartësohen arabët nëpërmjet këtij ajeti kuranor dhe nëpërmjet faktit se prej tyre është përzgjedhur më i miri dhe mula krejt pejgamberit të Allahut, Hazreti pejgamberi jon alayhi salatu wasalam. Don Allahu azza wa jalla me enalsutikën, e don dikujt me i dhanë një pozitë ndryshe prej të tjerëve. Arabët e kanë pas këtë, e do ta kenë këtë ditën e gjykimit. A janë mirënjohës, a janë korrekt, a janë të vetëdijshëm për të, ajo është një çështje mes atyre dhe mes Zotit të tyre. Mirë po, që mos e ngelim ne tash të themi po pse kjo është fe e arabëve, edhe kjo dërgesë është veç për arabët, jo. Ka thënë Imam Zajjaj, është një prej dietarëve edhe mufesirëve të periudhës abasite, të thotë laqad ja'akum rasulun min anfusikum, ju erdhi një dërguar min al-bashar, pra nga raca njerëzore, i drejtohet krejt njerëzimit. Krejt njerëzimit, shqiptarëve edhe krejt popujve, e racave, e komsive, ku do shoqin e ku do shoqin. Ky është kuranor të dashur. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, nga lloji juaj, pra human, njeri. Lavdron njëkohësisht edhe për ardhmën e pejgamberit tonë alayhi salatu wasalam. Rasulun min anfusikum, nga lloji juaj, nga soji juaj, nga vetë ju, nga shoqënia e juaj tek arabët. Lavdron për ardhmën e pejgamberit alayhi salatu wasalam.
sikurse lexojmë se ai është ajka e krejt arabëve. Nuk ka në sojnë e arabëve ma të mirë, e ma të ndershëm, e ma të narë se sa Hazreti pejgamberi alayhi salatu wasalam. Do s'ka pas kohë. Mretër, prinsër, kalif, ku diun, absolutisht. Të gjithë janë poshtë shapkave të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Në Sahih Imam Muslimit lexojmë transmetimin e sahabit Wasil ibn al-Asqa radhiyallahu anhu, i cili thotë: "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." E kam dëgjuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam duke thënë: "Inna Allah astafa Kinanata min waladi Ismail." Allahu i madhuar ka përzgjedhur Kinanën nga fëmijët e Ismailit dhe ka përzgjedhur Qurayshët nga Kinana dhe ka përzgjedhur nga Qurayshët fisin Beni Hashim edhe më ka përzgjedhur nga Beni Hashim. Dhe thënë, ma i miri i ma të mirëve. Ma i miri i ma të mirëve. Në një transmetim tjetër, të thotë alayhi salatu wasalam se unë kam marrë nga martesa legjitime, do të thënë brez mas brezit. Brez mas brezit. Të gjithë baballarët, të gjithë prejardhë e pejgamberit alayhi salatu wasalam është e kulluar. I pastër prej të pastërve. Brez mas brez, besimtar pas besimtarës. Imam Razi në Fatihul Ghaib, në tafsirin e tij, e cilëson pejgamberin alayhi salatu wasalam si një mjet plot dëmshuri, as si një baba i mëshirshëm për fëmijët e tij. A nuk thotë në Kur'an familjar të walidi wa ma walad? A nuk thotë në Kur'an familjar që gratë e pejgamberit janë nanat tona? Se gratë e pejgamberit janë nanat tona, pejgamberi kush është? Është baba jo i madh. Të dashur dhe shtrenjtë. Për ta përfunduar mezhlisin e kësaj dite dhe për ta vazhduar idenë e këtij dersi në hutbën e xumas inshallah taala, por edhe për ta lënë të hapur derën e këtij mezhlisi inshallah taala se kemi jetën marsi për të xumën e ardhshme. Ju ktheva tefsirin të hoxhës tonë doktor Ratib ibn Abulsi, i cili ka një shpjegim gjithë përfshirës, edhe shumë largëmarrës, edhe shumë të thellë në komentimin edhe përmbledhjen e krejt kuptimit të këtij ajeti kuranor. Ka një fjalë shumë të madhe, thotë pejgamberi alayhi salatu wasalam, mi të gjitha, triumfoi mbi njerëzillëkun e tij. Pra mi faktin e të kenë një njëri, triumfoi mbi këtë dhe u bë sayyidul bashar, zotnia i krejt njerëzve. A nuk themi në salavatet të ndryshme Allahumma salli ala sayyidina Muhammedin? Pse themi Allahumma salli ala sayyidina Muhammedin? Allahumma dërgo salavatet, apo që salavatet për zotnin tonë? Muhammedin alayhi salatu wasalam. Sa është zotnia e jonë? Edhe ka thënë për veten e tij, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Unë jam zotnia e bijve të Ademit, jo për burrin. Unë jam zotnia e bijve të Ademit. Fa Imam Nabursi thotë që pejgamberi alayhi salatu wasallam me xhihadin e tij, me sakrificën e tij, me përpjekjen e tij, me mundjen e tij, me durimin e tij, me dëshurinë e tij, me mëshirën e tij, me sjelljen e tij, me moralin e tij, me cilësitë e tij, me veçoritë e tij të pakrahasueshme, triumfoi mi faktin e të qenurit një njeri i mangut. Prandaj ku pa sikurse thotë edhe hoxha i hoxhallarëve tanë, Sayyidi Alawi Maliki, Allahu qoftë razi për të, thotë një libër që e ka dhënë njeriu i plot, el insanul kamil, u bë njeriu i plot. Nëse ti don për të kuptuar, edhe me ditë dhe me njohur një njeri të plot, sepse të gjithë ne jemi të mangut. I plot i kush është? I vetmi i plot i rasës njerëzore është Hazreti Muhamedi alayhi salatu wasalam. I vetmi i plot, e të cilin Allah subhanahu wa taala e bani shembull për të gjithë ne. Dhe të thanë, unë të gjithsesi për nesh, nëse kërkojmë plotësinë në diçka, në një cilësi, në një veçori, në një zakon, në një sjellje, le të shohim se si e ka marrë pejgamberi alayhi salatu wasalam. Dhe të përpiqemi me praktikuar siç e ka praktikuar pejgamberi alayhi salatu wasalam, për me arrit plotësinë në atë veçori, në bujari, në bamirësi, në dëmshuri, në durim, në tolerancë, në gjithçka. Është ajka edhe plotësia
ma e pa arritshme e rasës njerëzore. Edhe kur thotë se ishte një nga ju, min anfusikum, një nga ju, që ja njihni prej ardhin, që ja njihni besën, që ja njihni sinqeritetin, që ja njihni moralin. Me mërësimin e Allahut subhanahu wa taala, në hutbën e xumasit do të vazhdoj këtë ide. Se si pejgamberi është një nga ju, dhe se si u dallu nga të gjithë krijesat e tjera, me disa veçori që u banë dëshmi historike e një takimi dhe një dialogu të jashtëzakonshëm ndërmjet agjës së pejgamberit tonë alayhi salatu wasallam Hazreti Jafri ibn Abi Talib edhe mbretit të drejtë në gjashut të Habeshes, i lutem Allahu subhanahu wa taala me na udhëzoj drejt ma të mirës, edhe me na bë për atyre që ndëgjojnë fjalën dhe veprojnë ma të mirën e saj, dhe me na bë me esën shembull në pejgamberit alayhi salatu wasallam. Edhe me përfitu në këtë ditë e në këtë muaj dhe në çdo ditë dhe në çdo muaj e prymë të jetës sonë nga mëshira e Allahut azza wa jalla në gjithë secilit përmes dërgesa e Hazretit pejgamberit alayhi salatu wasallam, mëshirë për të gjithë ne. Allahu ju dashur dhe gëzoft. Walhamdulillahi rabbil alamin.